Partia Shqipëria Bëhet ka zhvilluar një protestë para kryeministrisë, ku kërkua dorëheqja e kryeministit Rama. Mes protestuesve dhe policisë u shënuan disa herë përplasje, pasi këta të fundit tentuan të heqin gjeneratorin që përdoret nga kreu i kësaj partie, Adratik Lapaj, i cili prej ditësh proteston para kryeministrisë. Në fjalën e tij para protestuesve, Lapaj i kërkoi kryeministit Rama të dorëhiqet, ndërsa i bëri thirrje të rinjve të bashkohen me kauzën e tyre. Çdo njeri të lirë të vi, ftoj këtu, çdo socialist të ndershëm, ftoj këtu të gjitha partitë politike, trafnamuj, jam i gatshëm të bëj unë një pas, sepse ky është sheshi i popullit. Nuk është koha për të ndarë, është koha për të bashkuar. Mund të more se respektojmë njëri tjetrin, po kemi të gjithë një armik të demokracisë, Edi Ramën. Dikush mund të na urrejë